Duke mbrojtur ligjshmërinë, kontrollin dhe sekuestrimin e telefonëve të gazetarit Elton Qyno, përfaqësuesit e SPAK, artikuluar një deklaratë pa precedent gjatë seancës në gjykatën kushtetuese, e cila kompromenton jo vetëm gazetarët e Kronikës, por edhe vetë SPAK-un. Prokurori i SPAK-ut Bledar Maksuti, i caktuar nga Altin Dumani për çështjen Qyno bashkë me Olzadon, u shpreh para trupit gjykues se gazetarët para se të publikojnë një material me natyrë sekrete marrin leje në SPAK nëse duhet ta botojnë ose jo materialin. Kjo tregon se çdo material sekret që publikohet në media merr miratimin e SPAK-ut. Ky pohim e vizaton SPAK-un si kryeredaktorin e të gjithë gazetarëve, si filtrin që jep okejin ose jo për publikimin e një materiali në media. Siç raporton Pravaskena, deklarata tërhoqi vëmendjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Kryetaria e kushtetueses Holta Zaça e pyeti prokurorin e SPAK-ut nëse kishte ndonjë bazë ligjore apo praktik që gazetarët duhet marrin leje në SPAK kur duan të publikojnë një informacion sekret për një çështje të SPAK-ut. Maksuti u përgjigj se nuk kishte një bazë ligjore për të detyruar gazetarët, por kumguli se këta të fundit pyesin vetë SPAK-un për publikimin e informacioneve, nëse informacioni që duan të publikojnë i prish punë SPAK-ut. Deklarata para anëtarëve të kushtetueses duket se jep fund edhe debatit për publikimin e përgjimeve dhe të dhënave të tjera hetimore në disa media pranë familjes Berisha. Çdo sekret hetimor që ekspozohet në media sipas këtij pohimi ka marrë miratimin e SPAK-ut. Ky rregull nuk është zbatuar nga gazetari Elton Qyno, i cili ishte në 2 raste objekt reprezalje, e cila duket se reflekton inat dhe hakmarrje nga segmente të caktuara në SPAK. Ndoshta do të mjaftoj vetëm ky pretendim, pra që gazetarët duhet marrin miratimin e SPAK-ut kur raportojnë një informacion me natyrë sekrete, që gjykata kushtetuese të rrëzoj SPAK-un për rastin Qyno, duke vendosur një kufi edhe për raste të tjera revanshi. SPAK ka ekskluzivitetin për veprat penale të parashikuara në nenin 75 fraksionat të KPP-s dhe të përfaqësoj akuzën në gjykatë, por nuk mund të bëj shefin e gazetarëve duke kontrolluar lajmet rreth veprimtarisë së SPAK-ut.